Nata kishte rënë mbi fshatin e vogël të rrethuar nga malet, por në shtëpinë e Ilirit drita e vetme e një llamp të vjetër qëndronte ende ndezur. Era e ftohtë e nëntorit përplasej pas xhameve të vjetër, duke krijuar një zhurmë monotone që ia shton tmerrin asaj heshtje e mbytëse që kishte kapluar dhomën. Iliri ishte ulur në skaj të krevatit me kokën mes duarve. Ishte vetëm 28 vjeç, por balli i tij i rudhur dhe duart e ashpra nga puna e rëndë e fshatit tregonin historinë e një lufte të përditshme për mbijetesë. Përballë tij, mbi një karrige druri, qëndronte një çantë shpine e vjetër, pothuajse e zbrazur. Brenda kishte vetëm 2 ndëresa, një xhup të trashë dhe një fotografi të vogël familjare. Në dhomën ngjitur dëgjoi frymëmarrja e lehtë dhe rregullt e 2 fëmijëve të tij. Ana, 4 vjeçe, flinte me dorën e hedhur mbi djepin e arbit të vogël, i cili ishte ende 6 muajsh. Iliri u ngrit ngadalë, sikur kishte frikë se edhe hapat e tij mbi dyshemen prej dërasash do t'i zgjonin. U afrua te dera dhe i shikoi në errësirë. Ndjeu një shtrëngim në gjoks që po e mbytej. Vajza e tij po rritej dhe ai nuk do të ishte aty për t'i dëgjuar fjalët e para të plota. Djalit po i dilnin dhëmbët e parë, dhe ai do të ishte mijëra kilometra larg. Borxhet ishin bërë një lak në fyt. 2 vite pa punë të qëndrueshme, me premtime të thyera nga pronarët e ndërtimit në qytet, dhe me faturat e mjekëve për arbën e vogël që Savinin e shtoheshin, e kishin çuar Ilirin në pikën e fundit të dëshpërimit. Çdo derë ku kishte trokitur në Shqipëri ishte mbyllur me një "nuk kemi mundësi". E vetmja dritë në fund të tunelit ishte ajo vizë pune, e marr pas muajsh të tërpritjeje. Ankthi dhe parash të marra borxh me fajde për të paguar agjencitë. Valbona hyri në dhomë duke mbajtur në duar një xhup të cilin sapo e kishte qepur në qoshet e grisura. Sytë e saj ishin të skuqur dhe të fryrë nga lotët që ishte munduar t'i fshihte gjatë gjithë ditës. Ajo u afrua, ja hodhi xhupin mbi supe dhe e përqafoi nga pas, duke mbështetur kokën në shpinën e tij të gjerë. "Ilir, a nuk ka asnjë rrugë tjetër?" pëshpëriti ajo me zërin që i dridhej. "Do t'ja dalim edhe me bukë e krip. Vetëm mos ik. Kam një parandjenjë të keqe sonte, sikur kjo rrugë do të na ndaj për gjithmonë." Iliri u kthye nga ajo, i mori duart e saj të ftohta dhe i shtrëngoi fort pas gjoksit të tij. Ndjeu rrahjet e shpejta të zemrës së saj. "Valbon, shpirti im, e dim të dy që nuk ka rrugë tjetër", tha ai, duke u munduar ta mbante zërin e palëkundur, megjithse edhe vetë po mbytej nga lotët. "Nëse qëndroj këtu, fajdet do të na marrin edhe këtë kulm shtëpie që kemi. Arbni ka nevojë për ilaçe, Ana nesër do të shkojë në shkollë. Çfarë t'u them kur të më kërkojnë bukë e unë të kthehem me duart bosh? Unë po iki për ta, po iki për ty. Që ju të mos ulni kokën para askujt." Valbona fshiu një lot që i rodhi mbi faqe dhe vështroi drejtë në sy. "Prometom, Ilir. Prometom që çfarëdo që të ndodha atje, sado që të josh ajo botë e madhe, ti nuk do të na harrosh. Ne do të jemi këtu duke numëruar ditët. Kjo shtëpi pa ty nuk ka dritë, është thjesht një grumbull gurësh." "Të jap fjalën e burrit", u përgjigj Iliri duke i puthur ballin. "Do të punoj natë e ditë. Sa të laj borxhet e para dhe të rregulloj një vend, do të kthehem ose do t'ju marr me vete. Nuk do të kaloj shumë kohë, të premtoj." Ora shënoi 03:00 e mëngjesit. Jashtu dëgjua boria e një makine. Ishte fqinji që do ta çonte deri në stacionin e autobusit në qytet, nga ku do të nisej rrugtimi gjatë 2 ditor drejt Gjermanisë. Çdo rrahje e boris ishte si një goditje thike në zemrën e të dyve. Iliri u afrua edhe një herë te krevati i fëmijëve. U uq në gjunjë, puthi anën lehtë në faqe duke i rregulluar batanien, dhe pastaj zgjati dorën tek arbi, duke i prekur gishtat e vegjël që u mbyllën instinktivisht rreth gishtit të tij të madh. Atij u desh të mblidhte çdo grimc force që kishte për të shkëputur nga ajo dorë e vogël. Mori çantën në krah. Valbona e ndoqi deri te pragu i derës së jashtme. Era e ftohtë u fut brenda shtëpisë, duke fikur llambën e vjetër dhe duke i lënë ata në errësirë. U përqafuan për herë të fundit, një përqafim i dëshpëruar, i gjatë, sikur donin të shkrinin trupat e tyre që të mos ndaheshin kurrë. Iliri u kthye me shpinë dhe eci drejt makinës pa kthyer kokën pas, sepse e dinte se po të kthehej qoftë edhe një herë, nuk do të kishte forcë të ikte. Pas tij, në pragun e shtëpisë, Valbona mbeti e ulur në gjunjë, duke qarë në heshtje, ndërsa dritat e makinës largoheshin dalë ngadalë nëpër rrugën me balë të fshatit, duke lënë pas atë jetë që nuk do të ishte kurrë më e njëjtë. Mynihu e priti Iliri me një të ftohtë që të hynte deri në palc dhe me një zhumë mbytëse njerëzishe makinash që lëviznin me një ritëm robotik. Për djalin nga fshati, gjithçka dukej e frikshme. Pasi nuk njihte asnjë fjalë gjermanisht, nuk njihte rrugët, dhe vetmja gjë që kishte në xhep ishte numri i telefonit i një bashkëshortari që kishte dalë të siguronte një vend pune në të zezë. Vendi që Iliri quante shtëpi për 2 vitet e para ishte një podrum i lagësh në periferi të qytetit, të cilin e ndante me 5 punëtor të tjerë shqiptar,
ku kishte vetëm 3 krevat marinar, një rregull të rreptë për oraret e gjumit dhe erën e rënd të këpucëve të punës që nuk thaheshin kurrë. Çdo mëngjes në orën 04:30, kur qyteti ende flinte në ndëbor apo shi, Iliri nisej drejt kantierit të ndërtimit për të punuar si ndihmës, duke mbajtur thas cimentoje nga 50 kg mbi supe, duke pastruar mbetjet e betonit dhe duke qëndruar mbi skela në lartësi të rrezikshme pas një masë sigurie të duhur, pasi ishte pa dokumente të rregullta. Duart filluan të qaheshin nga girësi dhe i ftohti, saqë në darkë mezi mbante lugën e supës. Por çdo dhimbje ndalonte kur vinte fundi i muajit dhe merrte ato pak para në dorë, nga të cilat nuk mbante pothuajse asgjë për vete, duke jetuar vetëm me bukë, salame të lira dhe ujë rubineti që çdo qindark tjetër të shkonte në Shqipëri. Kur Valbona e merrte në telefon dhe i thoshte se i kishin larë borxhet e para, se Arbni kishte bler ilaçet dhe Sana kishte filluar të qesh përsëri, Iliri i ikte çdo lodhje dhe shikonte qiellin e hirt të mynihut duke thënë me vete se duhej të duronte edhe pak e pastaj do të kthehej. Viti i tretë solli një ndryshim që askush nuk e priste, sepse pasi arriti të rregullonte dokumentet përmes një amnistie pune, Iliri nuk ishte më thjesht punëtori që mbante thas. Pasi kishte një talent natyral për organizim dhe kishte vënë re se në kantieret e mëdha humbe jashtëzakonisht shumë kohë dhe material për shkak të koordinimit të keq mes furnitorëve dhe punëtorëve. Me ato pak kursime, ai bleu një laptop të përdorur dhe natën, kur të tjerët flinin dhe gërhitnin nga lodhja, Iliri qëndronte zgjuar me dritën e telefonit, duke mësuar gjermanisht dhe duke skicuar në një fletore një program të thjesht kompjuterik, një sistem logjistik që mund të koordinonte makineritë e rënda dhe materialet në kohë reale. Një ditë, inxhinieri kryesor i kompanisë, një gjerman i ftohtë i quajtur Hans, po bërtiste në kantier sepse 3 kamion me beton kishin ngecur në trafik dhe materiali po shkatërrohej. Kështu që Iliri u afrua me guxim dhe në një gjermanishte të thyer i tha se po të përdornin skemën e tij kjo nuk do të ndodhte më. Hans fillimisht qeshi me ironi, por kur hodhi syt mbi fletoren e Ilirit, fytyra e tij ndryshoi totalisht sepse pa një logjik të pastër matematizimi dhe një zgjidhje që kompanitë e mëdha paguanin miliona për ta gjetur, duke mos e humbur mundësinë për ta prezantuar Ilirin me një grup investitorësh të teknologjisë në Berlin. Brenda 6 muajsh, jeta e Ilirit u kthye përmbys pasi platforma e tij, e pagëzuar si Logibuild, u bë aksioner kryesor dhe brenda natës, llogaria e tij bankare u mbush me shifra që ai as nuk dinte ti lexonte, duke u kthyer nga një punëtor me xhup të grisur në një miliarder dhe sensacion të ri të biznesit në Gjermani. Por ky sukses erdhi me një çmim të tmerrshëm që ishte koha, sepse Iliri u përfshi në një vorbull të egër takimesh në Londër, New York dhe Tokyo, ku brenda ditës i duhej të nënshkruante kontrata miliona eurosh të përballje me avokat, investitor dhe media, duke bërë që telefoni i tij të binte çdo sekond dhe ai të mos flinte më nga stresi i menaxhimit të një perandorie globale. Në këtë kaos të madh, komunikimi me fshatin u bë gjithmonë më i rrallë sepse sa herë që Iliri telefononte, linja ishte e keqe ose Valbona nuk ndodhej në shtëpi, derisa në vitin e 4 numri i saj doli përfundimisht jashtë funksioni. I alarmuar nga kjo situatë, Iliri nisi një nga miqtë e tij të vjetër të kantierit, të cilit i dha një shumë të madhe parash duke i thënë të shkonte në fshat për të gjetur Valbonën, t'i tregonte se ishte mirë, t'i jepte paratë dhe t'i thoshte se po blinte një shtëpi të madhe në Tiranë që të jetonin bashkë. Por ai mik, i verbuar nga xhelozia dhe lakmia për paratë, shkoi në Shqipëri, i mbajti të gjitha për vete dhe kur u kthye në Gjermani e gënjeu Ilirin duke i thënë se Valbona ishte shpërngulur në qytet për shkak të shkollës së fëmijëve, se ishin shumë mirë me qira dhe po prisnin që ai të kryente punë plotësisht, duke porositur që mos e pengonte Ilirin tani që ishte në maj. Iliri, i mbytur nga naiviteti dhe besimi i tepërt të njerëzit e gjakut të tij, ra plotësisht në Grack dhe mendoi të bënte edhe një investim të fundit për të siguruar pasuri për 3 breza, e pastaj të kthehej si një mbret për të kërkuar falje për mungesën e gjatë. Pa e ditur se ndërsa ai nënshkruante kontratat miliardëshe në hotelet luksoze të Gjermanisë, në Shqipëri heshtja e tij po interpretohej si një tradhje e madhe dhe bota e tij e vërtet po shembej tull pas tulle. Pas 5 vitesh të gjata dhe raskapitse, në korrikun e nxehtë të vitit 2026, Iliri vendosi se kishte ardhur koha të kthehej në shtëpi, i bindur se perandoria e tij financiare ishte tashmë e pathyeshme dhe se asgjë nuk mund t'ia zbehte shkëlqimin surprizës që kishte përgatitur. I alarmuar nga kjo situatë, Iliri nisi një nga miqtë e tij të vjetër të kantierit, të cilit i dha një shumë të madhe parash duke i thënë të shkonte në fshat për të gjetur Valbonën, t'i tregonte se ishte mirë, t'i jepte paratë dhe t'i thoshte se po blinte një shtëpi të madhe në Tiranë që të jetonin bashkë. Por ai mik, i verbuar nga xhelozia dhe lakmia për paratë, shkoi në Shqipëri, i mbajti të gjitha për vete dhe kur u kthye në Gjermani e gënjeu Ilirin duke i thënë se Valbona ishte shpërngulur në qytet për shkak të shkollës së fëmijëve, se ishin shumë mirë me qira dhe po prisnin që ai të kryente punë plotësisht, duke porositur që mos e pengonte Ilirin tani që ishte në maj. Një avion privat e solli atë nga Mynihu në aeroportin e Rinasit, ku e priste një makinë luksoze e zezë, e marrë me qira nga agjentët e tij, të cilët pas shumë kërkimesh diskrete nëpër Tiranë kishin zbuluar se Valbona dhe 2 fëmijët ishin shpërngulur në një lagje të re dhe të qetë në periferi të kryeqytetit.
Iliri ishte ulur në sediljen e pasme të makinës, me zemrën që i rrite si çakmak dhe me duar që i dridheshin lehtë. Megjithatë përpiqej të ruante qetësinë duke parë nga dritarja peizazhin e Shqipërisë që kishte ndryshuar aq shumë që nga dita kur ai kishte ikur me një çantë të vjetër shpine. Ai kishte veshur një kostum të shtrenjtë të qepur me porosin në Gjermani, mbante një orë të çmuar në dorë dhe në bagazhin e makinës kishte grumbulluar dhurata nga më të ndryshmet, lodra të shtrenjta për Anën dhe Arbin, parfume e bijuteri për Valbonën, si dhe dokumentet e pronësisë së asaj vile të madhe ku ata po jetonin, të cilën ai e kishte bler plotësisht pa dijenin e tyre për t'u falur si dëmshpërblim për çdo natë të vetmua. Makina e zezë korri rrugën përmes vapës së mbytëse të qytetit dhe u fut në një rrugicë të asfaltuar mirë, të rrethuar me pemë dhe vila moderne, derisa ndaloi saktësisht përpara portës së hekur të njërës prej tyre, pikërisht aty ku agjentët e tij i kishin thënë se ishte strehuar familja e tij. Iliri zbriti nga makina dhe ndjeu menjëherë ajrin e ngrohtë të vendlindjes që i përplasi në fytyrë. Një ndjesi që e ktheu pas në kohë dhe ja shtoi edhe më shumë mallin mbytës që e kishte gërryer për plot 60 muaj me radhë. Ai e urdhëroi shoferin të priste jashtë, mori vetëm një pjesë të dhuratave në duar dhe eci me hapa të ngadalt por të vendosur drejt oborrit të blertë, duke vështruar shtëpinë e bukur dhe duke imagjinuar reagimin e Valbonës kur ta shihte të kthyer jo më si lypës, por si një njeri që mund t'i blinte çdo gjë që ajo dëshironte. Çdo hap që bënte mbi pllakat e gurit të oborrit ishte një rrebesh mendor kujtimesh, imazhi i Arbit të vogël në diep që tani duhej të ishte rritur, dhe janës së vogël që me siguri po bëhej një zonjushe vërtet. Kur u afrua pranë derës kryesore, vuri re se dritarja e madhe e xhamit të dhomës së ndenjes ishte hapur për të lejuar ajrin e freskët të mbrëmjes të futej brenda, dhe pikërisht përmes asaj hapësire, atij u mundësua të shihte pamjen e brendshme të shtëpisë pa trokitur ende. Iliri ndaloi në vend, sikur një forcë e padukshme t'ia kishte ngrirë këmbët në tokë, dhe dhuratat që mbante në duar filluan t'i peshonin sikur të ishin prej plumbit më të rënd. Përmes xhamit të pastër ai dalloi dritën e ngrohtë të dhomës ku Ana, tani 9 vjeçe me flokë të gjate të bukur, dhe Arbi, një djalë 6 vjeçar plot energji, po vraponin e po qeshnin rreth një tryeze të madhe festive. Por ajo që ia nguli thikën në zemër dhe ia nriu gjaku në vena nuk ishte rritja e fëmijëve, por prania e një burri tjetër rreth të 40-tave, i cili ishte ulur në mes të dhomës, duke e kapur Arbin në krah dhe duke e rrotulluar në ajër mes të qeshurave të zhurmshme, ndërsa Ana i hidhe rreth qafës me një dashuri dhe afërsi që mund t'i kushtohej vetëm një babai. Në atë moment, nga kuzhina doli Valbona, e veshur me një fustan elegant, duke mbajtur në duar një tortë të madhe me qirin të ndezur, dhe fytyra e saj shkëlqente nga një lumturi dhe një qetësi shpirtërore që Iliri nuk ja kishte parë kurrë gjatë viteve të tyre të varfërisë në fshat. Ajo u afrua te burri i huaj, i dhuroi një puthje të ngrohtë në faqe dhe ul pranë tij, duke krijuar një imazh perfekt të një familjeje të lumtur dhe të konsoliduar, ku për Ilirin nuk kishte më asnjë vend. Sytë e Ilirit u zhvendosën të tmeruar mbi oxhakun e dhomës, ku në qendër të murit vare një fotografi e madhe dasme, ku Valbona me fustan të bardhë nuseje dhe po ai burri i panjohur buzëqeshin të përqafuar përpara aparatit, duke konfirmuar zyrtarisht maktin që Iliri po shihte me sytë e vet. Gjithë ajo pasuri e madhe, miliarda që kishte mbledhur me aq mundim, makina luksoze që priste jashtë dhe kostumi i shtrenjtë që mbante veshur ufshim brenda një sekonde, duke lënë atë të ndihej më i varfër, më i vetmuar dhe më i thyer se në ditën kur kishte marrë rrugën e gurbetit. Dhuratat e shtrenjta që mbante në duar i rëshiten nga gishtat e mpir, duke u përplasur mbi pllakat e ftohta të oborrit me një zhurmë të mbytur. Por asnjë zë nuk doli nga fyti i tij i tharë prej tronditjes. Me hapa që nuk i bindej më trupit, Iliri shtyti derën kryesore të vilës, e cila nuk ishte e kyçur, dhe u fut brenda si një hije e zezë shkëputur nga një botë tjetër, duke thyer menjëherë atmosferën e ngrohtë dhe të qeshurat që mbushnin dhomën. Me të dëgjuar hapat, Valbona ktheu kokën me buzëqeshin që ende i ndriste në fytyrë. Por sapo sytë e saj ndeshën figurën e Ilirit, ajo buzëqeshje ngriu dhe u shndërua në një grimasë tmeri të pastër. Pjata e madhe prej porcelani me tortën e festës i rëshiti nga duart e dridhura dhe u përplas për tokë, duke u bërë thërime mbi qilimin e pastër, ndërsa qirinjt u fikën në qast duke lënë pas vetëm një fije tymi të hollë. Fëmijët ndaluan menjëherë lojën dhe u fshehën pas krahëve të burrit të huaj, duke parë të friksuar atë njeri të panjohur me kostum të shtrenjtë që po dridhej në mes të dhomës me sy të përlotur dhe të egërsuar nga dhimbja. Valbona u ngrit ngadalë, sikur po shihte një të vdekur që u ngjall përpara saj, dhe me një zë që mezi doli nga buzët e saj të zbehta përshpëriti emrin e tij, ndërsa burri tjetër u ngrit menjëherë i alarmuar, duke u dalë përpara fëmijëve si mburoi dhe duke pyetur me një zë të rrept se kush ishte ai dhe si kishte guxim të futej pa leje në shtëpinë e tyre. Iliri nuk kishte forcë as të bërtiste as të kërkonte llogari. Sytë e tij shikonin vetëm fëmijët që nuk po e njihnin dhe gruan e tij që tani mbante unazën e një tjetri, duke kuptuar se perandoria e tij financiare sapo ishte shembur përpara një realiteti të tmerrshëm që asnjë pasuri në botë nuk mund ta zhbënte më. Fytyra e Valbonës mori ngjyrën e vdekjes dhe lotët e parë të një kaosi të vjetër e të ri filluan të rridhnin vjedhurazi mbi faqe,
duke lënë dhomën në një heshtje mbytëse ku dëgjoi vetëm frymëmarrja e rëndë e dy burrave që ndanin të njëjtën jetë, por në kohë të ndryshme. Burri i huaj Besniku, duke ndjer peshën e asaj heshtjeje mbytëse dhe duke parë shikimin e humbur të Ilirit, kuptoi menjëherë se kush qëndronte përpara tyre. Ndaj i mori fëmijët me butësi nga dora dhe i shoqëroi në dhomën e tyre lart, duke i lënë dy ish bashkëshortët vetëm përballë njëri tjetrit në zyrën e vogël të shtëpisë. Iliri u mbështet pas njërës prej karigeve, me trupin që ende i dridhej nga kostumi i shtrenjtë që tani dukej si një qefin llogarie financiare. Dhe me një zë të thyer që mezi doli nga gjoksi i tij gërryer, e pyeti thjesht: "Pse, Valbon? Se ma bëre këtë, kur unë u thava në gurbet vetëm për t'ju sjell në këtë luks?" Valbona nuk u mbrojt dhe as nuk u fsheh pas ndonjë faji, por shpërtheu në një vaj të hidhur e plot revolt, duke i hedhur fjalët sigur mbi ndërgjegjen e tij të fjetur. "Ti u zhduke, Ilir. Vitin e parë nisi para dhe na telefonoje çdo natë, vitin e dytë gjërat ndryshuan, dhe pastaj për 2 vite rresht ne nuk morëm asnjë telefonat. Asnjë shenjë jete nga ty, sikur të na kishte lëshuar mbi kokë vdekja. Në lajme dhe në rrjetet sociale unë shikoja emrin tënd të shkruar nëpër revista biznesi. Të shikoja në krah të modeleve të huaja dhe investitorëve nëpër hotelet më luksoze të Gjermanisë, dhe kuptova se ti e kishe harruar fshatin, e kishe harruar premtimin dhe na kishe harruar edhe ne. Për ne në fshat u hap fjala se na braktise për jetën e re të luksit dhe unë beta e vetme, me njerëzit që më tregonin me gishtë si gruan e lën rrugëve, ndërsa fëmijët më sëmureshin e unë nuk kisha as bukë t'u jepja, sepse paratë që ti thua se ke nisur nuk bëritën kur tek unë. Ky burr që ti sheh sot, Besniku, na gjeti në pikën tonë më të errët, na dha dorën, u bë baba për fëmijët e tu kur ti ishe i zënë duke numëruar miliardat dhe na ktheu dinjitetin që ti na e more me heshtjen tënde. Iliri mbeti krejtësisht pa fjalë, i gozhduar nga ajo e vërtetë e tmerrshme që sapo zbuloi. Suksesi i tij i madh, puna e tij maniake dhe besimi i verbër të miqtë e kantierit që e kishin mashtruar duke i vjedhur paratë dhe duke i thënë se familja ishte mirë, kishin ndërtuar një mur të madh gënjeshtrash. Ai kuptoi shumë vonë se perandoria e tij financiare kishte kushtuar humbjen e plotë të besimit të gruas së tij, dhe se ndërsa ai fitonte botën e biznesit në Gjermani, kishte humbur përgjithmonë të vetmen gjë që kishte vlerë në këtë jetë.